Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë, receta që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i madh dhe i përhapur shëndetësor. Hipertensioni, nëse nuk trajtohet si duhet, mund të shkaktojë probleme katastrofike si diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me veshkat dhe aftësinë e trurit. Medikamentet që njerëzit përdorin që vuajnë nga tensioni i gjakut mund të shoqërohen me probleme të tjera anësore duke përfshirë marrëmendje, pagjumësi dhe kontraktime të muskujve. Disa produkte që ju i gjeni në shtëpi mund t'i përdorni shumë më thjesht për këto probleme, siç janë hudhrat, limoni ose uthulla e mollës. Ja disa receta natyrale sipas Del Say, të cilat janë efikase në lehtësimin e problemeve të hipertensionit. Receta me hudhra. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë gjithashtu kolesterolin dhe toksinat e dëmshme nga organizmi. Këshillohet të konsumoni 1 deri në 3 hudhra në ditë për të përmirësuar tensionin dhe për të parandaluar gjithashtu edhe efektet negative të tij në shëndetin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me hudhra mund të jetë një produkt shumë i mirë lehtësues. Duke ngrënë hudhra të freskëta, mund të merrni edhe efektet e alicinës në lehtësimin e hipertensionit. Nëse nuk e preferoni hudhrat, mund të përdorni lëngun e limonit. Për këtë arsye, do ju duhet një limon dhe ujë. Shtrydhni limonin në një gotë me ujë dhe pini atë çdo mëngjes, përpara se të shkoni edhe të konsumoni ushqimet. Këshillohet që të konsumoni limon sepse ato kanë aftësinë të ruajnë kështu fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut dhe të rregullojnë gjithashtu punën e tensionit të gjakut. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt të mirë ushqyes mund të jetë një produkt i mirë në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Uthulla e mollës në kombinim me sodën e bukës gjithashtu mund të përbëjë një recetë të mirë ushqyese kundër luhatjeve të tensionit. Për këtë do ju nevojitet ujë, një maj lugë çaji me sodë buke dhe një lugë gjedhe me uthull molle. Këshillohet që të konsumoni uthullën e mollës pasi ajo përmban minerale të dobishme si kaliumi, magnezi, që janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjedhe uthull molle në një lugë çaji me sodë buke në një gotë me ujë. Për rezultate më të mira, këshillohet që të konsumohet 2 herë në ditë dhe rezultatet e tyre do të jenë më të mira edhe në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Doni të dini se si mund të ulni tensionin e gjakut në mënyra krejt natyrale. Kripa është të cilësuar gjithashtu si një nga problemet dhe një armik i madh i tensionit tuaj. Përfshirja e saj e tepërt në dietën tuaj mund të ketë ndikime negative për shëndetin. Studimet kanë treguar se është shumë e rëndësishme të zgjidhni ushqime të ulta me kripë dhe të larta me minerale të tjera siç është për shembull kalciumi, magnezi dhe përfshirja e kaliumit. Shtoni këto 2 super ushqime në dietën tuaj ushqimore dhe do të ndikoni pozitivisht në menaxhimin e problemeve tuaja të hipertensionit. Gjithashtu, fasulet e bardha janë një dietë shumë e mirë ushqyese për menaxhimin tuaj të problemeve të hipertensionit dhe rezultatet do të jenë korrekte. Fasulet e bardha sigurojnë 13% të niveleve ditore të kalciumit, 30% të magnezit, 24% të kaliumit që nevojiten çdo ditë në dietën tuaj. Prandaj produkte të tilla ushqyese mund të luajnë një rol pozitivisht në rregullimin e hipertensionit. Shkencëtarët nga Qendra për Ullumtimin dhe Metabolizmin dhe Arteriosklerozën në Louisville kanë zbuluar se ngrënia e rushit 3 herë në ditë mund të ulë lehtësimin e tensionit në raport me lloje të tjera të ushqimeve. Studimi tregoi se zgjedhja e ushqimeve të duhura, sidomos edhe ato siç është biskota dhe çokolata me përqindje të lartë të kakaos mund të përmirësojnë shëndetin e hipertensionit, citon Dr. Harold Bays. Personat të cilët gjatë studimit rregullisht kanë ngrënë rush kanë reduktuar tensionin sistolik të gjakut dhe gjithashtu tensionin diastolik të gjakut, të cilët kanë përmirësuar shëndetin e tyre. Një dietë e tillë mund të përmirësojë shëndetin tuaj. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe kivin. Nëse konsumoni të paktën 3 kivi në ditë do të ulni tensionin e gjakut. Shkencëtarët kanë zbuluar që
Personat të cilët kanë ngrënë kivi kanë pasur tension sistolik të gjakut më të ulët se ata të cilët nuk e kanë konsumuar atë. Dhe gjithashtu kivi është i pasur me luteinë, çka do të thotë se ka veçori të mira të antioksidantëve. Në dietën tuaj përveç kivit mund të shtoni edhe bananet. Studimi publikuar në vitin 2005 në revistën Hipertension ka treguar se bananet mund të ulin tensionin e gjakut edhe të përmirësojnë gjithashtu dietën tuaj me kalium shtesë, çka do të rrisë përfitime të mira për shëndetin e përgjithshëm. Shkencëtarët nga Fakulteti i Mjekësisë në St. George Medical në Londër kanë zbuluar se njerëzit të cilët kanë konsumuar citrat të kaliumit, i cili është mënyra natyrale që gjenden në ushqime, kanë pasur efekte të njëjta të uljes të tensionit të gjakut, si dhe personave që kanë konsumuar klorid kaliumi, i cili është në dispozicion vetëm në forma shtesë, citojnë ekspertët e Healthline. Në dietën tuaj gjithashtu mund të përfshini shalcinin. Shalcini nuk është vetëm një frut i freskët, por përmban edhe shumë materie të rëndësishme ushqyese, duke përfshirë këtu fibrat, likopenin, vitaminën A, kaliumin dhe një lloj i aminoacideve që përmban shalcini ka efekte në uljen e tensionit, citon studimi i Universitetit të Floridas. Patatja ngjyrë vjollcë gjithashtu mund të shtohet me do e mos në dietën tuaj. Studimi prezantuar vitin e kaluar në takimin e Shoqatës Amerikane të Kimistëve tregoi se kjo perime me rrënjë me ngjyrë vjollcë ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Ulëntimi ka përfshirë 18 njerëz me tension të lartë të gjakut, të cilët një muaj kanë ngrënë 6 deri në 7 patate në javë dhe gjithashtu kanë pasur një përmirësim të mirë të tensionit të tyre. Edhe çokolata mund të jetë një ndihmë e mirë në këtë aspekt, duke reduktuar problemet e hipertensionit. Çokolata është e lidhur me incidencën më të ulët të humbjes së masës trupore dhe rritjen e performancës së trupit tuaj në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve të mira kundër hipertensionit. Çokolata e përbërë nga 60 deri në 80% kakao mund të sjellë përmirësim të dukshëm të hipertensionit. Pasi flavonolet rrisin krijimin e oksidit nitrik endotelik, i cili mund të zgjerojë enët e gjakut dhe kështu të ulë tensionin e gjakut, citon autorja e studimit Dr. Karen Ray në Universitetin e Adelaides. Gjithashtu, ushqimet djegëse të konsumuara në masë mund të jenë një aleat i mirë për shëndetin tuaj në lehtësimin e problemeve të hipertensionit. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, atëherë dieta juaj duhet të pasurohet me sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e hipertensionit dhe bërjen ballë të një sër problemesh të ngjashme me to. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që personat që vuajnë nga hipertensioni, krahas medikamenteve që marrin, të përdorin sa më shumë ushqime natyrale, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e niveleve të hipertensionit dhe të mbajnë larg gjithashtu problemet e tij. Hipertensioni, nëse lihet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, dihet se do të kthehet në një problem katastrofik për shëndetin, dhe kujdesi i duhur për atë që shtoni në pjatën tuaj mund të jetë çelësi për të ndihmuar kështu në menaxhimin e shqetësimit tuaj. Nëse vuani prej hipertensionit, atëherë dieta juaj duhet të pasurohet me produkte të mira. Ato duhet të jenë të bazuara edhe në historikun tuaj të sëmundjes dhe parandalimin e komplikacioneve të tilla. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni të merreni me aktivitet fizik të rregullt, siç është ecja ose noti, pasi mund të përmirësoni shëndetin e zemrës dhe të ndihmoni në mbajtjen e një peshe të shëndetshme dhe gjithashtu të kontribuoni edhe në uljen e hipertensionit. Humbja e 5% të peshës tuaj trupore gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për personat që tashmë vuajnë nga hipertensioni. Ecja çdo ditë në mënyrë të moderuar mund të kthejë në aleatin tuaj më të mirë, duke ditur kështu edhe historikun e tij për shëndetin tuaj. Hipertensioni është një vrasës thjeshtur, i cili nëse nuk trajtohet mund të krijojë shqetësime të forta shëndetësore. Prandaj, konsulta me mjekun në këto raste është çelësi më i mirë që mund të ndërmerrni dhe ushqime të duhura dhe aktiviteti fizik për të menaxhuar kështu problemet e hipertensionit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.